Përshëndetje për të gjithë. Dje kam postu një letër njoftuese, të cilën e kam gjetur rastësisht duke kërkuar diçka tjetër në arkivin tim të shkapërderdhur, dhe e posh që ka pas interesim të madh, ka pas shumë shikime, mira shikime ka pas edhe kjo foto që kam postu, ky njoftim që ka të baj me Komitetin e Sigurisë të qytetit të Ferizaj, ku unë kam përfaqësu qytetin e Ferizajt me ndërkombëtarët dikon nga themelimi i Komitetit të Sigurisë, Joint Security Committee, siç i kanë thënë, i cili është themeluar nga Kfori Amerikan, do thonë nga 15 tetor 1999 deri në shkrimin e kësaj letre me 1 dhjetor vitit 2000, kur edhe e kam njoftu udhëtësinë e atëhershme që doli nga zgjedhjet lokale të para të mbajtura në Republikën e Kosovës, në Kosovën e Lirë, në vitin 2000, dhe duke njoftuar që unë nuk do të vazhdoj më në këtë komitet. Ky komitet ka qenë apolitik edhe pa kompenzim fare. Llogarisjen e kam shkruar edhe dje, në kohën nuk ka qenë lehtë me u marrë në natën nëmë me këto çështje, edhe prandaj duhet ta shpjegoj pak edhe disa nga të arriturat në këtë video, disa të kohës i mbajnë mend, po e baj thash një video që të mbetin edhe si incizime të kohës. Shikoni, në kohën kur është themeluar ky Komitet i Sigurisë të qytetit, i cili ka qenë informuar me iniciativën amerikane që me pas një ndërlidhje mes udhëheqësve shqiptar, lokal edhe ndërkombëtarëve, sidomos për çështjet të sigurisë, trafikut etj. Në këtë kohë jam caktuar nga ish-komandanti i zonës Zoti Shukri Buja, në koordinim me to, dhe ka qenë kryetari i qeverisë përkohshme atëherë, Zoti Ethem Ibrahimi, si këshilltar i sigurisë i tij, për të marrë pjesë në këtë komitet, duke përfaqësu komunën e Ferizaj, qytetin e Ferizajt në atë kohë. Pastaj kam vazhduar edhe me kryetarin e arshëm, që ka qenë Lom Haxhiu, i cili kur ka qenë kryetar ka qenë për këtë një asambleje gjitha partive politike. Këtu kam qenë apolitik, unë kam pas raporte të jashtëzakonshme me gjitha subjektet politike, nuk kam qenë në asnjë parti atëherë. Edhe thjesht më ka interesuar interesi i qytetit tu, interesi i qytetarëve tonë pa dallim, edhe sidomos interesi i kombëtar. Tash në atë kohë keni parasysh, ata që e din këtu, ka qenë bon stili, kanë qenë shumë institucione tjera dhe me njoft anglisht në kompjuterin ke pas përparësi të jashtëzakonshme. Unë kam pas oferta të jashtëzakonshme, po thjesht duke qenë se jam kyç edhe në luftë me ideale dhe nuk kam mujt bashkë ashtu me ja kthy shpinën me njëherë çështjeve dhe kontributit, edhe kam vazhdu mënyrën time që kam pa. Kemi pas kontributit jashtëzakonshme edhe të tjerë ka, jo vetëm unë, po flas për kontributin pjesën time në këtë kohë, kur u themelu pra Komiteti i Sigurisë së qytetit. Ishte ndër komitetet e pakta në nivel Kosovës, po këtu ishte iniciativa amerikane për komunën, Kfori Amerikan në atë kohë rrinte në qytet edhe tek policia e Kosovës ku është tash. Bilez më kujtohet takimi i parë kam shku aty, pak ju pata të rregulla aty në që është pak me dro, se për shqiptarët nuk është vend i mirë, nuk kemi pas asnjëri për jetime të mira nga ky objekt, pasi të gjithë na ka rënë me kalu nëpër dorë të shkive, nëpër dorë të regjimit serb, edhe unë vetë si i ri kam pas ftesë që është katin e 4 në 97-ën nga DBS ose sigurimi shtetëror serb, qysh në tetor të 97-s kam pas ftesë urgjente për të qenë aty në pyetje informative, siç thoshin atëherë, nga Ratko Doderi, kriminali Ratko Doderi, të cilin më vjen keq shumë që s'u kemi gjetë këtu në kur është liru Feriza, ose para shlirimit, pasi nëse kam kuptuar i ka ecë më herët edhe nuk kemi mujt me e taku ato. Po si do qoftë, me rëndësi është që këtu kanë qenë, si themi ne,
të kuptome një si ushtarë, si e pror të lartë zonës nërdimes, kemi pas raporte me Ushtrinë Amerikane vazhdimisht që nga 15 qershori e tutje, kemi pas takime, po ky pastaj është kanë një kontingent tjetër edhe është formu me qëllime të tilla, që thash të avancimit të sigurisë, bashkëpunimit ndërmjet shqiptarëve edhe KFOR-it e të. E kam përmendur edhe dje, jo rallë herë kemi pas pajtime, të kuptomi. Imagjinoni tash jemi në 99, edhe ka pas shumë të lashë, shumë probleme. Pastaj vjen Uniku, edhe ballavaqimet më të mëdha në atë kohë i kemi pas sidomos me KFOR-in grek dhe Unikun. Pasi Uniku kur vjen me paragjykime, ka qenë një Brian Bresningham, një irlandez i cili kishte disa paragjykime edhe për neve ushtarëve të UÇK-s, paragjykime tërësisht pa drejta, pa baza. Edhe normalisht kemi pas mos pajtime të jashtëzakonshme kryesisht në të mjet të qytetit tonë. Edhe me KFOR-in grek sidomos ka konflikte kanë lindë me praninë e tyre në ish fabrikën e Gypa. Me që ne kishim kërkesa nga punëtorët e fabrikës së tubave në Ferizat që të liroheshin hapësirat ku i kanë zonë këta rreshin aty grek kanë pas interesa ndryshme, kanë qenë çështje ndryshme, por prandaj ton kohën jemi ballafaqu ka pas protesta. Ne e kujtojmë, njerëz të kujtojnë një protestë shumë e madhe që ka qenë edhe për flamurin. Ne kemi qenë gati ndërkomunat e vetme në Kosovë ku në objektin e kemi pas flamurin kombëtar. Pasi nuk dojshin, nuk dani me na lënë me majtë edhe flamurin kombëtar aty. Ka pas ballafaqime të shumta. I pata paralajmëruar, mos na preknin flamur se çohet këtë populli. Edhe me do të ka pas dhe protesta dhe pastaj seri ku më thonë mos i kështu se bëhet, e kanë marrë pak ma seriozisht. E kanë përmend një ditë shkarazi se si për shembull ndërkombëtar kanë ardhur mas luftës. Ata kanë ardhur me harta të themi ndërkombëtare të imponuara nga Serbia. Dhe gjitha vendbanimet, edhe këto emërtimet kanë qenë gjuhën serbe. Edhe ato emërtime që janë kanë të imponuar prej pushtuesit. Për shembull, emri Ferizaj nuk e ki po kërkon, nuk është përmend fare. Vetëm u përmend ke Uroševac. Edhe unë kam reaguar që nga fillimi, kam insistuar që emri Ferizaj tjetë, edhe në për dokumente, edhe në për proces verbale, qysh në në takimet e ka qenë një betej kështu edhe intelektuale, po edhe me fakte, ku në ndërkohë pa ton pajtu pastaj, ju kom prunu edhe harta shqiptare, harta tona, ju kom dhënë me pa që ata thjesht janë në tokë ku flitet shqip, aja më në shtim punum, edhe nuk e kupton kërkosh, po me Ferizaj e din. Edhe çdo ndërkombëtar pastaj gradualisht me insistimin e organeve të komunës, veç pa të filluar e pranu. Ndërsa në këtë komitet, ne që pa të marrë vesh për binomin. Thjesht në atë kohë në 99 nuk mushe me jekti Uroševacin komplet, pa të marrë vesh që Ferizojnë me shni, se kur nuk e përmenshin. E din njerëz të asaj kohë edhe sot bile fakt keqësisht sot në harta ndërkombëtare shkruan vetëm Uroševac, parlamentar. Ne jemi në 2026. Ju dini që kam një iniciativë për me komplet, me ndryshuar dhe do ta heqim komplet Uroševacin, se është emër i pushtuesit, nuk ka të baj asgjë me Ferizajn edhe me historinë e Ferizat apo në gjuhën serbe që është pretendon dikush. Po për këtë kohë, ne kishim bani arritje se fotom edhe Ferizajn. Tash, çdo gjë që shkruante nga ky grup, pasi në këtë komitet kanë qenë KFOR-i amerikan, KFOR-i grek, unë miku, pastaj pa të fillu me unë OSB-ja, unë ACR-i, policia unikut e tjerë, kështu, pa të fillu me u zgjerua janë dësha, vetëm unë kam qenë shqiptar që kam përfatësu qytetin tonë, përkatësisht kryetar që i përmenda. Kemi arrit shumë gjëra gjatë së kohe, janë shty shumë procese në dobi të qytetit tonë, edhe të qytetarëve tonë, edhe thjesht pa të marrit me një pikuve që e kanë pa dhe ndërkombëtar që ne ishim në të drejtë, pasi shikoni në fillim, sidomos Uniku ka qenë shumë
shumë arrogant. Për shembull ta zonë për punëtorët e komunës nuk deshin me i kthy, thëshin se din kompjuterin, nuk ju pas thonë një fjalë edhe këtyne punëtorëve që veç ma gjoni një kabinet informatikës une për 2 javë mësoj krejt ata punëtorët e vjetër për mja njës punës. Pa parë kështu, se i na konë të vullnetshëm me punu, me shtry institucione, mu kriju. Edhe e din ata punëtorë, sidomos që kanë qenë të vjetër, që janë kyç më njerë pas studës, e din këto zotime dhe këto mbështetje që jemi mundu me dhonë institucioneve tona në vazhdimsi. Edhe u mbetet marak një çështje që nuk e kemi arrit, aty ku është pasi ata që kujtojnë, për shembull për me ka qenë rruga e bllokume, këtu tash është nën kalim, po më herët tek policia që ka qenë mbi kalimi aty, mbi kalimi për Ekorull, te kalimi për Ekorull, për mbi Ekorull aty, në atë kohë, në 89-2000 ka qenë e bllokume për i këfurit amerikan, pastaj u liru. Edhe u baj ke trafik shumë i madh. Tash me shku trafiku shumë i madh. Tash nëse ti ke qenë fillim për shkak ke hapi rrugës time, sa ke dosh me kalu në rrugën tjetër, dosh me shku deri në fund të shtetit për me dol tani. Edhe u mbetëm marak për shkak se na pat blloku këta e kurullat e Kosovës, na patëm blloku, se u patëm marrë vesh me ballën një linjë aty tek kisha ortodokse, për mas modës që është ajo rruga, aty kemi pas me bë një linjë, një rrugë me lidh, me shtru rrugën edhe me kalu e kurrullën aty. Edhe me atë ke prej atëherit, mirë po, bile në atë kohë ka qenë edhe Hajrush Leka për komunikacione, pa ta konsultu edhe ato, edhe nga ona jo në krejtë të bojë, pa të më gjetë edhe financusin, sa për informacion, financusi ka qenë Usojdi, edhe menagjeri i Sonja se kohë ka qenë Matt Huber, ka qenë jashtëzakonshëm. Ai ka nimu shumë Ferizajn në atë kohë, në 2000 e dina ata njerëz që kanë punuar me ta, siç është disa rrugët e tjerë. Edhe Matthew Berry pa të fitu një respekt jashtëzakonshëm për mu, pasi unë veç isha në post kena punu pa pare, në atë kohë thash veç mi shty komplet me fillu punë, edhe na kemi qenë si post, dhe vetmit në Kosovë që kemi marrë projekt, kemi fitu për Usojdet në 99, veç nale me 9 korrekt 99, me njëherë mas luftës, me shkuti me ndërkombëtar, me di që kam i lypë, dhe qysh me lypë, ashta dhe sot ka njerë nuk dim do, po 99 na fatmirësisht ato sene që kemi ditë dhe kemi kërku edhe me bashkëpunëtor, po ka qenë besimi në pyetje. Tash, pse besimi? Unë i pa ta thonë aty në takimet e para ishin kablat e djekta të shtëpive, kamas edhe thjesht një nga kolegë të boshe montater tjerë, pastaj nga pjesa teknike dhe montater, unë pa ta thonë që na vim kablo, po unë i pa ta thonë ta mëreshin që i blejnë këtu, për në pa ta thonë jo. Unë pa ta kërku nga Usojdi, me na i pru direkt mjetët, jo pare. Jo, s'kum pasonu, në asti mënyrë, me na i dhonë neve por, na me i blej, jo. Pa ta thonë neve birna veç mjetët, kablët ato që ka shëshin, nuk du mu morë me pare fare. Edhe i pa ta thonë që kena me raportu me metra ku kanë me shku ato. Edhe na i patën blej ato kablo, kogja një projekt i madh, edhe me metra kemi raportu ku ka shku. Pastaj, qatë që pat fitu besimin, ku kemi pas, shamu, kur pata hyrën në komitet të sigurisë, ku kishëm me këta ndë një projekt, ndë një komunitet, dikon lëpë, ose rruga u pas shtru për të sola sport të pas kon katastrofë, vëqë i kom thonë meti ka pas shtru. Ku do që kishëm kërkesa tilla, meti, i kom thonë unë nuk ka pas problem. Edhe këto pat me financu, këtë asfaltimin e kësaj pjese për mas kishës ortodokse, për me lidh, pat me asfaltu veç meti, po Hekurullet na blokonën, për shkak se aty ka qenë ende është sot një shpërndarse i shinave aty binarve, e thëshin për ato nuk guxojmë, shumë palije. Unë mitë marak që na kanë bloku këto, si të qëllë thash ka pas shumë projekte, na kemi pas takime të përjafshme, gjdo të premte, do thot, të ish MUP-i ose tek policia e Kosovës, edhe se cili kemi pas raportimet tona, çështjet tona, më pa të marrë deri me një pikë ku normalisht unë interesohesh a keni ndonjë problem. Ka qenë interesant se kur ka pas të ndërkombëtar 3 kur ashim,
i zonë së ishin të një institucion, të një organizatë të ndrejke, arke një ndërkombëtar i ri, ata kur ashin trit nuk e dishin këtë punën e Ferizajit edhe Uroshevacit edhe për shembull na jena pas marrë vesh me thonë Ferizaj, ata e këtëshin ndërkombëtar Ferizaj Uroshevac, unë veç Ferizaj. Edhe sa di tham, vetëm Ferizaj. Edhe këta kur keni ju isha më seftë aty në takeut të ke. Në Uroshevac, ku për shebra të Uroshevac, kujtë po, më njerë reagojsh, edhe ata Amerikanë ose tjetë presin e dishin, më njerë që kom e reagu se. Disa, mirë pa ata që ishin të rinë, nuk e dishin, edhe thjesht pa të morë, thash, mini pik, po, ku ka qenë edhe emni Ferizaj pjesë e fjalluarit të ndërkombëtarëve këto, mos të harroj të përmendi që në atë kohë pastaj me 23 nëntor, gati ma shumë se një muj masi u themelu komiteti, pa të ardhë në Ferizaj, ka qenë vizita e parë e një presidenti Amerikan në Kosovë dhe presidenti Bill Clinton me stafin, ka qenë Madeleine Albright, ka qenë generali Wesley Clark, kanë qenë në vizit në Ferizaj tek salla e sportit që sot mban emrin e presidentin Bill Clinton me 23 nëntor 1999. Përmena me një video një natë që kemi kur është festu Krishtlindja e parë, se si ndërkombëtar nuk besojshin që të na mohat edhe Krishtlindja edhe Bajram dhe këtë të menu që na jena si musliman, sikur që i kanë po në Afganistan e Kamas, edhe pa të nbinë, pastaj është një video tjetër ku e kam shpjegu, mundi me e po. Po thjesht është interesant, e përmena pak kur është në pyetje, se unë e lash aty në letër, e lash një mesazh për pasusin. Të thëmë një dhjetor 2000, veç pa të bo një vete diçka, ndroj edhe qeveria, unë dësh kemi shkua si këshilltari i kryetarit, po ishte e zavëru, mo kjo pjesë në 2000 të më nuk ishte fort rëndësi tepër të mëdha të ishim në këtë komitet, ma me nësi ka qenë në fillim vitit 2000. Edhe unë veç pa ta ofru një fa mënyre dorëheqjen time nga kjo, pas që mos me vazhdu, kisha angazhime tjera më fa ta fillu, i ktheja jetës private, edhe aty pa ta shkru, ky ishte edhe shkasi me sa dje që kanë shiku shumë këtë foto, që kam thonë, mos me lshu pe, pasu suroj që do ta kryjnë këtë punë me ndjerë, edhe mos me lshu pe, karshin ndërkombëtare, kur është në çështje mbrojtja e interesit kombëtar. Dikuj na më një duk absurde, po besomni kemi pas shumë beteja në atë kohë, tham beteja politike, me ndërkombëtar, ku ndonjëherë edhe me fatkeqësisht edhe me kfuri amerikan, pasi kfuri amerikan ishte si një lloj kupolle e gjëve, dhe tash ata nuk ishin me mojt anë. Sidomos e përmenda, thash, kemi pas ballafaqime me unë mikun, me kfurin grek, pastaj me OSBE, po çfarë raporti ka pas bërë OSBE-ja, që kom pas marrë të raport. Raport më skandalos që ka bërë OSBE-ja në atë kohë, në atë nënën nuk kom pare, edhe më të njanshëm. Pile me një debat profesori Ismet Saliu, veç ta s'asocjova në kom që e ke përmes, se në atë kohë s'kishe ku me reaguti, mi shkru, s'kena pas të rrite sociale që me dit njerëzi mu informu, me i bo reagime tjera, s'kisha ku me reagu ma shumë. Paranda OSBE-ja, raporti për drejta njerëzit e ka pas bo, si të themi, ka një libër, ja po ta dhon kryetarit, nuk e kam fatkeqësisht atë libër, ja po ta dhon Hetem Ibrahimi, kryetarit atë shumë. Më i trash, o kon libri për 3 muaj mas luftës, për kinse që ka e në të bërë shqiptarë kundër sërve që ishte e kodë, s'kishe kufra baze, të thë, ma e vleshme ishte një shuplok, ja kanë dhonë një sërve që shku kjo, se sa gjitha të masakra që ishin bënë në Kosovë, që ja ka ma e holla ja pjesa libri. Dhe të e poshe me një loj, një anshmërie të bashkësisë ndërkombëtare, jo të gjithë ndërkombëtarët, në atë kohë, na kanë mbështet në kauzën tonë të drejtë. Prandaj kemi pas ballafaqime, thash që deri sa edhe për flamurin kombëtar jemi ballafaqu, pastaj varrimi, që ka qenë varrimi i dëshmorëve Naim Beka, Gjematushi, ka pas lloj gjëra.
Po thjesht është dash me mbrojt pozicionin tonë, edhe unë jam shumë pro-Amerikan, kam qenë, e keni edhe një video dhe gjatë Rambojes në komandë zonës çfarë reagime kam bënë duke qenë ku ma kanë uru veç mu qatëherë në nënshkrimin, edhe më vazhdoj me qenë shumë pro-Amerikan. Mirë po, ja ku më me dije shumë qartë, qysh atëherë. Çdo gjë që është në dobi popullit tem, të vendit tem, unë jam në dispozicion 24/7. Po çdo gjë që është në dam të interesit të popullit tem, të vendit tem, unë nuk ju mbështesën me mu keni problemin e parë. Edhe bile pak e kujtoj me një rast që kanë divetin ata shumë randë, pra në shikur për të thonë që është një vi shumë e holl mes administrimit edhe okupimit. Pak ishte si shumë e randë, mi po thjesht mënyra si janë sill, unë një ko. Mas lufte, ta administratorët janë kohë katastrofë. Ma vonë, pa të në fillu me u këfilë, po flasë si në mas këtë Brian Brestinomi ka qenë shumë katastrofë. E din ata njerëz të kohës edhe nuk e mujti mja bo lepe ose për shambu me të qujtë. Këta zamë kur ka qenë rasti për dëshmorët Naim Bekas Sokoli që ka qenë në humbje jashtëzakonshme, a kemi atush, pra ta dhe qëfar terme kam përdorë, po Naimi shumë keqim i rrugë, pësë spranesi terme më përdorë, më thonë heroj janë, edhe u kry, avden. Do thonë ka çështje ka njerë që kur të prekin, edhe ata du të me ditë që nuk prejkët dikush në çështje të interesit kapital. Sikur që ju kom thonë që shu vjen juve me ju, shka do thonë, ti moje raportin, moje atë anën e respektin tërsjellët, mos se prek në rajnë, mos se prek në vlera konkrete, vlera kryesore nuk toleron. Ka njerëz ashtu që tolerojnë, po unë nuk toleroj. Absolutisht. Taman mos lëshope, se unë ka shku për shtati kjo se ashtu kam bon, atëherë edhe din shumë njerëz, se pastaj mos të folin për di para, nuk unë të mi po. Të zonë kur se arroj kur e kanë arrestu Era, komandant Era, e jo pionera. Një ashtu kur e kanë arrestu një djallë të jashtëzakonshëm, shamu që një bashkëtor tonin Sabri Qerkini si drejtori financave që është njëri parlamentati Sabri ka pas ketë në dorë qaq pa korruptumi me konë që s'na ka interesu kur gjove interesi shtetëror, interesi institucionit tonë, me bo shtetin. Edhe ata shkojnë e morën për çfarë ballafaqimi kena pas, do të thonë për kur gjë. Pse? Do të thonë kanë ndërkombëtarët nashta pak nuk kanë pas informacion të mjaftueshëm edhe kanë bajshin gabime, po për të cilat edhe na u dashkimi ne ka shi. Do shta edhe ka pas edhe shqiptarë që i kanë nxit me bon gabime, nuk përjashtohet kjo. Po na e kemi marrë vijën tonë kombëtare, edhe jam krenar që kemi marrë vijën tonë kombëtare, edhe sa për informacion për ju tregoj, unë kanë thonë masani, kam taku përkthys të ndryshëm që kanë qenë të praneshëm aty, që veç kanë qenë, se unë do thot një për arsyet që kam qenë aty, kanë qenë edhe si vepror i lartë i zonës, po edhe njohja gjuhës angleze, s'kam pas nevojë për përkthys as për kur gjë. Tash ata këshilltarë ndryshëm, sidomos këforit amerikanë atyve që marrshin pjesë në mbledhje, kanë thonë masani, thëshin këta amerikanë, për shembull, kur ishmi na në takim, kur e mbrojshin në pozicionin tonë kombëtar, çështjet, për shembull kur i kishmi çështjet tona, ata ishin jashtë, për shembull flamuri mos diskutuar, por edhe çështje tjera tash. Ata aty reagojshin se e mbrojshin politikën zyrtare. Po kur dalshin jashtë që kanë kallzu kështu dëshmi të para pe njerëzve konkret aty. Dalshin jashtë zyrës aty. Dashin, çështu do të më konë, çështu është lite, çështu do të më mbrojt. E po un patall mirë që e patën pranun një familje, e patën acceptuar ata se edhe nuk e kom ditë këtë anë, e pastaj kur shumë përkthyes ma kanë dëshmu mësane që ashtë kështu funksionon e kom po pak edhe që funksionon. Një familje nuk muj me të mbështet ata nëse ti si këngës në kërkesat tona drejt, kërkesat tua drejta. Ata të mbështesin kur e vërtetojnë që me të vërtetë se ki me hile e ki për një me. Edhe nuk lëshon pe kur e ki për një me. E kam po qysh atëherë. Edhe na kena qenë drejt, edhe kemi studje, kena pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm edhe sukseset kohës, që ka shumë suksese, ka shumë, do thot janë për një vetë pyetje edhe
me një periudhë shumë intenzive, shumë të ngjeshur. Vlen të përmendi këtu, Masani gjatë vitit 2000 ka qenë një administrator i mikut jashtëzakonshëm. Shumë i mirë, ka qenë tepër nivel, tepër profesional. Ka qenë pakistanezi, Hafiz Ur Rahmani, tash më i ndjeri. Ai ka qenë i diplomuar i Harvardit, do thotë ka dalluar jashtëzakonisht shumë pe gjithë tjerë. Ka qenë tepër nivel, edhe e kujtoj kështu edhe tjerë që kanë pasur as me bashkëpunu me ta, din që komplet tjetër qasje tjetër nivel ka pas, edhe i ka kuptu pozicionet, se thash ka organizata, së të mos organizata të uja kanë orë me lloj backgroundi. Keni parasysh që jemi në 99-2000-ën. Në atë kohë bile patëm fillu me orë organizata tjera jashtë aty ku ke pas organizata me background të radikalizmit islam, qysh atëherë, që patëm fillu edhe në Ferizaj, që shumë për tyne që janë mënu me hedhë rajnë, po paka shumë patëm shka për dhe, pastaj se janë identifiku me porosit e tyne, mesazhet e tyne, janë identifiku qëllimit e tyre, edhe shumë për tyre patëm eliminu në kuptimin zhduk. Si organizot. Po ka pos shka mas, veç deshta si mënyrë përmblese me dhonë një informacion t'il, edhe pse kemi thonë mos shopes, se ata që njojnë e din që nuk kemi lëshu për në asnjë mënyrë, edhe kur nuk shojnë për kur është interesi kombëtar, kur e din që je në drejtën tonë, edhe s'ki nevojë me lëshu për, do të pas koordinim, të ku mos të keq kuptumi, do të me pas koordinim gjithmonë, së të mos tash me miqton që në gjetë momente më të shtira tonë. Së mos me Amerikan. Me Amerikan nuk ka bon kur koordinosh. Po normalisht kur të prejk. Nëse të prejkin, ata që janë, e din që nuk të prejkin, po nëse ka prej ty, nëse ti, mos të kesh kuptomi, po i ki 350 milion Amerikana, ma tepër tash, na 2 milion shqiptarë dhe po ki profesor shqiptare se me qëllun e kush për ty në për 300 milion, po të vjen interesant, nuk është në i varë lojme kjo, mirë po, është mirë se cili udhet që përfatëson interesin tu në kombëtar, të të me di çka po mbron e çka po humb. Të të me di deri ku mund është me leju me të prek. Cili është kufiri, si që thash, të të me javë kallëzu aty në një vi, një kufi, që ky është kufini që nuk ka lënë. Thjesht, unë jam pro, jam me juve, 24 orë, 7 një, për çdo gjë që unë dobi të popullit tim, qytetit tim, qytetarëve të mirë, vendit tim. Për herë, jemi në gjendje dhe jetën me dhonë, absolut. Po jo mu më prejkë në vlerat mija, si që për shama ka ndodhë, Masaneku, e din të, ka posë ras ku i kemi thonë tish ka së njëm vend temi, për shama ka lej gjëra, po është me rëndësi që Amerikanët na do të me respektu jazën shumë sa ata din me na vlerësu, din me na qmu, din me bashkëpunu, e din me qmu realitetin, edhe partneritetin, edhe ata janë njerëzit ma serios, mos harroni, na pa Amerikën, Kosova shumë vështirë ka me ekzistu. Mas pari nuk ishëm bo shtetë heq, po do të mjavdit për një shumë Amerikanë. Na si Ferizaj, kemi pas fat të jashtëzakonshëm në këtë shpërndarje të trupave të fortë që kanë qëllu trupat amerikane. Pile shumë herë kom thonë, nëse krejt shqiptarët dhe mojë ka një flamur amerikanë në për shtëpia, Ferizali do të mojë 2 flamura, se normalisht prania bonstirit e ka bollet vetën i ka një mu edhe në aspektin ekonomik, qytetit të ku janë punësu mira, qyteton mira të punësu kanë qenë në bonstirit, pastaj kanë vazhdu në Irak, Afganistan e tjera. Kjo në pikat shkurtra, uroj që na jemi mi u gjetë kemi vyt dikujt. Une atë letën veç që kom pas dërgun edhe asamblesë edhe kryetarit atëhershëm kam pas takim, thjesht gjithmonë kom pas një memori institucionale, një kulturë institucionale dhe kom dash gjithmonë gjanën me qu një institucionale në vend, edhe mesazhet dhe mënyra si punohet çfarë. Pastaj çka ban pasuesi është çështja e tyre, po thjesht e kom njeh qysh në atë kohë kom njeh rrugën institucionale.
edhe uzoj gjithë me një rrugë institucionale për shkak se institucionet tona për shkak është derdh një mund i madh e gjak e sakrificë modhe do të me umbrojt me çdoshme do të më mbrojt idealet tona, amaneti i dëshmurë, amaneti i bashkëtorë, gjithë atyre brezave që kanë sakrifiku, edhe kur ti mbron këto, i ki çështjet e paçta, e din kajt të dosh me shku, të tjerat janë kushërës, të më thonë. Po gjithmonë në bashkërendim, kur partnerët tonë, aleat tonë e din kujt të dosh me shku, çaj dosh me mri, edhe nuk i cenan ata asgjë në fakt. Ata do t'i kesh aleat. Së mos kur e din që ti nuk i trahton kur për asgjë. Siç për shkak e di edhe në rastin tim pasi është shumë e qartë kjo. Si mundesh ti me mbrojt, për shembull e kum thonë edhe tjerë që një grith, një ushtarit amerikan para dalon edhe para plumit, se sa që dikush që e grith një amerikan atë shka. Të jashton jam gjende, me dal me i mbrojt. Kur do herë, pa diskutim. Ta janë aleat tonë, vlezrit tonë, vlezrin nga gjoku që është, jemi bon kun, matron. Edhe, prandaj do të pas kujdes, deri ku i qanë ato ballafaqime, që po thamë mos me lëshupe, deri çfarë pike, deri ku do të mu bind ata. Dhe mos me në qistë për cilë, në ka për cilë, mu më kujtohet njerë, pa të në thonë, tha së pëndram ti veç me të njëtin kënë, njëtin sen, ata kitë sen për cilë. Se jo të gjithë, është e det me kjo, në kone i farë, pra jo të gjithë, bashkëftarë tonë, kanë vepru, kështu mas luftës mirë. Ka pak që kanë keq përdorë, ti jenë ata me emna, kam nevojtu me i përmes i na morë dhe me këtu, me shka mas i na morë, së në mas e dëshmori ne i mbeka o morë për gjallë ti. Si do qoftë, mos ta teproj mo, ju përshëndes gjithve, është gjithmonë interesant me u kthy në kohë, pasi shumë njerëz i marrin si të mirë qena, edhe ka njerë na i kanë i humbin, nuk bëhet urë historisë, se cili me të mirë dhe me të shia do të me i pasë ato. Do thotë, qatë sa kemi ditë, sa kemi mujtë, jemi munu, gjithmonë mi dalë zot t'i veni, para çdo kujt, e mos m'ja kthy shpinën në kur, popullit tonë dhe interesi popullit tonë, si që dhe nuk do t'ja kthej kur, që ata njëtës time. Me të mira, ju përshëndes si Bashkim Fazli Bomigjeni si ish antar i Komitetit të Sigurisë së Qytetit të Firizajt nga data 15 tetor 1999 deri me 1 dhjetor vitit 2000. Ciao.